Zëvendës kryeministria Belinda Balluku është paraqitur këtë të premte në prokurorinë e posaçme e shoqëruar nga avokatja dhe motra e saj Pamela Qirku. Balluku mbërriti pak minuta pas orës 15 për t'u përgjigjur thirrjes së prokurorit Dritan Prençi. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku doli në SPAK pasi u mor në pyetje për më pak se 60 minuta. Ajo është e gatshme për të bashkëpunuar me organin e drejtësisë për një çështje që është në hetim nga ana e SPAK, por nuk dha detaje. Atëherë përshëndetje në respekt të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresoj që do të bazuar mbi transparencën, llogaritënien dhe mbi gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj.